Në momentin e fundit një natë më herët, kom fol telefon me ta, edhe i thash jemi pas një muaj, çfarë biseduat? Me orë. Çfarë bisedoni? Me tregu drejt, unë bisedova me nanën fillimisht. Edhe gjithmonë në orën 6, unë jam mësu me shku te prind saj në Kosovë, edhe gjithmonë kemi pi çaj. Edhe pse babi ka qenë dashamir i kafës gjithmonë, ka pi kafe gjithmonë edhe në kompjuter kur ka punu, gjithmonë e ka pas kafen edhe ka shiju atë kafe deri në fund. Po, na kove të fundit pishim qaj, shkesha në ora 6 gjithmonë, se kisha qef me nejt me kalu kohë ma shumë, edhe dilsha në për darka me ta shumë shpesh. Në momentin kur folja me nanën edhe zakonisht jetë që të shra dhe vojzat se kanë qef mi po, i merë malli shumë. Një natë ma herët, ka qenë 6:30, edhe babi po thëtë, ktheja kamerën, pjepën, nanës, ktheja kamerën, që kur nuk e ka thonë ma herët, kur, deri sa unë e kom thirë ato kom full me ta, po kur nuk e ka thonë ma herët, ashtë dhe më ka met, pik, ktheja kamerën edhe po ma bën me qaj, gëzuar, me qaj ma bën gëzuar, thash, edhe një muj, thash edhe erdha, tha po, e di, tha po, është kuha e qaj, tha e din të ti, gjithmonë pim bashk, edhe ma bën i gëzuar. Nesër mën, në 6 mëngjes, në drën jetë. Në me thonë, kështu e ka kjo që thujnë e ki, vdekjen shumë afer, edhe nuk e din ma afer se këmishën, edhe fatmirësisht që nuk e dim, kjo ditën ka qenë, ka pi kafe, 78 vjetë ka pas shumë vullnet për punë, ka marrë një punë, ka dalë me një për të vazhduar me një familjar, a i veç e ka marrë një punë, pasi ka punu biznis plane, ka qenë, thash, ekspert i energji solare, edhe ka bo biznis plane prej shpis, të me thonë i ka punu, e ka godit punën. Pra aktiv deri në minutat e fundit jetës. Deri në minutat e fundit, me 4 bypassa dhe 19 stenda, që nuk e mujt me dit me pa në rrugë, edhe kështu me pa në rrugë nuk e mujt me dit që ka diçka. Ka qenë shumë mire, ka pas zemrën shumë të fort, mirë po qarkullimin e gjakut, enve gjakut, ka pas probleme. Si të shite si këngëtari, pëlqeje? Sigurisht, por i pëlqente qenit muzicien, se a i me inxenerije, me gjonat tila. Ishte supportus në këtë aspekt? Shumë supportus. Më ka përkra gjithmonë, i kom pëlqy si do mas ma herët, në fillimet e mija, shumë ma shumë se sëd, për qefin e ti, pasi që unë kom pas marrë pjesë në Edhët të Supremtë, se ku kom qenë në top 10 finalist. Më ka përkra gjithmonë në maksimum, edhe pse gjithmonë nuk e mujtë mi pas edhe kushtet e mija, në kushtet ma të shtira, më ka përkra shumë. Bile e mojnë men, kongën e parë, pas Edhëve po flasë, ku mora pjesë në radio televizionin shqiptar, që fitu si shkën në Eurovision. Pa ta marrë pjesë me kongën Loja e Dashuri, në qatë ko, nuk është që i kemi pas punë mas miri në botë, pasi që ka qenë një ko, kur edhe regjimi i atëhershëm edhe i ka qitë prej punës, tani deri sa jeri më këmbe e që pas të i ka qenë vitet e pas luftës, viti 2004-2005, e mojnë men për kongën e parë, për shambull, na nuk kemi hekë për kur gjë, dhe kemi pas të natë mirat, po për kongën e parë, do është mi pas disa pare ekstra për me bo një kongë, edhe që ka kushtu aja kongë, që edhe sëtë me thonë, na so investojmë si muzikonta, dhe me thonë, dikush nuk e besen se nuk është veç me fitu, po dhe investon shumë, si do mësë në fillimi se du të me investu shumë e me marë pëthuj se heqë. Kongën e parë, nuk më ishim me bu, se nuk ja dilshim, pat e mojnë men edhe babi, edhe nona pa të një në kredi për ma bo mu kongën e parë. Kredi? Kredi pa të një për ma bo mu kongën e parë, me marë pjesë në festivalin e radio televizionit. Për këta janë të rindur? Do me thonë, sakrifikojnë gjithë shka, edhe kjo ka qenë fillimi mos të folim tani. Kishte ndo një këngë të veçantë që kishte si dëshirë t'ja këndosh, ku dine për ndeja familjare, ose ku qëllonte, ose duke pi atë qajnë që e përmende? Po, e ka dash një këngë, bile kësha pas qef bashkë edhe me kënu, edhe me ose me grupin prej këto, ose me kënu vetëm bashkë për juve. Cila është? është një lule që më ka qelë tash. Jo, këndoja a kapella, pra. Një lule që më ka qelë tash, aman, bi gjithë shoqe,
bante drit. Një lule që m'ka selëtash, aman bizith shoqe bante drit.